Operacioni i gutuar i zhvilluar nga policia e Pogradecit ka çuar në pranë nga 4 persona të përfshirë në shpërndarjen e lëndëve narkotike, ndërsa një tjetër vijon të jetë në kërkim. Sipas hetimeve të zhvilluara prej 4 muajsh, grupi vepronte në mënyrë të organizuar, duke shpërndarë kokainë në doza të vogla në zona të ndryshme të qytetit, kryesisht pranë lokaleve dhe ambienteve të frekuentuara nga të rinjt. Gjatë kontrollit të ushtruar nga policia, një prej tyre arrestuarve u kap në flagrancë teksa drejtonte automjetin pa leje. Brenda mjetit, oficerët gjetën një sasi të konsiderueshme kokainë të ndarë gati për shitje. Në total, policia sekuestroi 10 doza të lëndës narkotike, 2 automjete dhe 10 telefona celular që dyshohet se përdoreshin për komunikime dhe koordinimin e shpërndarjes së drogës. Hetimet kanë zbuluar se anëtarët e grupit kishin ndarë rolet mes tyre, duke vepruar në mënyrë të kujdesshme për të shmangur ndjekje nga policia. Materialet i kaluan prokurisë së rrethit gjyqësor Pogradec për veprimet mëtejshme hetimore, ndërsa operacioni konsiderohet një tjetër goditje ndaj shpërndarjes së narkotikëve në qytetet e vogla turistike të vendit.